Sot besimtarët Bektashin Lushnjar kanë festuar Sultan Novruzin. Kjo është festa më e rëndësishme për besimtarët Bektashin në kalendarin e tyre të festave. 22 marsi është dita e Sultan Novruzit. Në këtë ditë nis tina e pranverës, ku çdo gjë merr jetë dhe gjallëri. Dita fillon me urimet më të mira për mbarësi, mirëqenie, paqe dhe dashuri. Në këtë festë gjithë besimtarët veshin rrobat më të mira dhe vinë së bashku për të bërë faljen në çdo teqe. Sot, teqen e Baba Skënderit në dalje të qytetit e kanë vizituar shumë besimtarë Bektashin që janë lutur për begati në familjet e tyre, e ka vizituar edhe Ministri i Financave Petrit Malaj, që shoqëroi nga kryetaria e Bashkisë Riselda Sefa dhe kryetari i shoqatës së Bektashinjve Kujtim Baze. Përshëndetje të gjithë qytetarëve të Lushnjës, ndodhemi sot këtu në teqen e Baba Skënderit për ditën e Sultan Novruzit. Ju urojmë të gjithë besimtarëve Bektashin, por dhe gjithë qytetarëve të Lushnjës gëzuar festën e Sultan Novruzit. Qoftë kjo një ditë e shpresës dhe e ringjalljes së jetës. Gëzuar të gjithëve. Sot besimtarët Bektashi festojnë festën e Sultan Novruzit dhe gjej rastin të uroj të gjithë besimtarët Bektashi në Lushnjë, por edhe gjithë qytetarët e Lushnjës, gëzuar Sultan Novruzin, paqe, dashuri dhe mirësi, paçi në familjet tuaja. Gëzuar. Tu ndodhim në teqen e Baba Skënderit të Bashkisë Lushnje. Me këtë rast, urojmë gjithë besimtarët Bektashian, kudo që janë, besimtarët Bektashian shqiptar, besimtarët Bektashian të Lushnjës dhe Divjagës, si dhe gjithë qytetarët e Lushnjës, gëzuar festën e ditës re, festën e ringjalljes. Sot është ditë e re, lind shpresa, lind jeta. Për një mbarësi, begati për gjithë qytetarët, për gjithë besimtarët. Në emër të shoqatës kulturore Bektashian e Lushnjë, falenderojmë Zotin Petrit Malaj që na uroi dhe bekoi në këtë teqe dhe këtë vend të shenjtë, si dhe kryetarin e bashkisë për mirësinë e treguar dhe dashamirësinë që tregon ndaj çdo lloj komuniteti, por në veçantë ndaj komunitetit të gjerë Bektashian të Lushnjës. Edhe një herë mbarësi për gjithë shqiptarët, mbarësi, shpresë dhe për një jetë më të mirë. Besimtarët Bektashin vizituan dhe u falën edhe në teqen e Shahut në Karbunar dhe në të gjitha teqet e Trevës së Myzeqes dhe gjithë Shqipërisë.